Jepi. Ja kështu pra, ndodhemi në hapësirën e kryeministrisë, në zyrën dekoruar nga vetë zoti Edi Rama me këto piktura të mrekullueshme në emisionin I Pavarur, një emision proqeveritar 100% në gjithë shka që përfaqëson, në mbështetjet qeverisë zotit Rama, në mbështetjet pasaportës europiane, të hapjes kapitujve, të futjes në Bashkimin Evropian dhe futjes kudo në çdo gjë që mendon kryeministri I nderuar I Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Sot është një ditë e veçantë. Sot, 17 nëntor, ka filluar protesta e Partisë Demokratike në orën 18 teorikisht, po me ato pak vonesat e vogla. E do të qëndrojmë pak këtu, të lutem, dua një informacion të fundit, jo, nuk është e çasteve të fundit, është e fundjavës. Disfata në 5 bashki, Berisha nuk ishte gabim që dole me kandidat pavarur. Faktuam që Rama nuk bën zgjedhje. Faktikisht, ishte një komunikim të shtunën I doktorit me komentuesit. Ata I shkruan mesazhe, doktori përgjigje. I bashkëbisedime gjatë me qytetarët, por ngjecëm këtu, e pyetën doktorin. Do të thonë, ore, nuk hym ne me kandidatët tanë bashki. Si që e kjo punë? Faktum thot që Berisha, që Rama nuk bën zgjedhje. Dhe faktikisht, kështu ndodhi. Rama bëri zgjedhje, por fitoi. Do të themi vodhi, po doja nuk hyri. Le të themi si thot doktori. Çështja është që ikën ato të 5 bashkive, që faktikisht ishin 6, për një tjetër do të flasim se e kemi në përkëmbë atë tjetrën. Ikën, po për një vit e gjysmë po vinë sërish zgjedhjet për bashki. A do të faktojmë sërish që Rama nuk bën zgjedhje, apo do të fitojmë paktën bashkinë e Tiranës, bashkinë e Shkodrës, një 2 bashki të tjera të mëdha dhe pastaj disa bashki të tjera, për të thënë që vërtet Rama nuk bën zgjedhje, por ne bëjmë zgjedhje dhe ne fitojmë. Kjo është një pyetje e madhe, të cilën ne duhet ta zgjidhim brenda për brenda. Pra, duhet fitojmë, edhe pastaj le të faktojmë ne për shkakun që në Gramshi vjedh Rama, që në Coriki vjedh Rama, po që në Tiranë fitojmë ne, që në Shkodër fitojmë populli. Këtë duhet ta vërtetojmë. Se po të rim duke vërtetuar që Rama vjedh, erdhi 2040-a, ja ku është në derë, edhe 12 vjet janë. 13. Po gjithsesi koha ecën shumë shpejt. Mirë. Atëherë, tjetra. Berisha, nisim sot protestat të pandërprerë deri në kryimin e qeverisë teknike. I nisëm, ju kujtohet vjet në këtë kohë. Doli doktori nga 333 ditë sipër ndritare. Doli dhe filloi protestat e pandërprera. Bëri një pauzë të shkurtër në maj, që ishte fushata, natyrisht pastaj erdhi vera, tani po vazhdojnë protestat e pandërprera, të cilat mund të kenë një ndërprerje të vogël në zgjedhjet 2029 dhe pastaj të vazhdojnë në mënyrë të pandërprerë këto protesta. Dhe ka njerëz që shkojnë. Ka të tjerë, si puna imi që janë më skeptik dhe thonë, doktor, bëj pak ndryshim brenda Partisë Demokratike. Bëj pak ndryshim. Vëre në lëvizje partinë. Bëj partinë aktive, që ne mos kemi protestat pandërprerë, po të kemi një 2-3 të fuqishme, ta ndezim etikë Rama, se Rama është i rënë do një të shtyrë. Kështu thonë të gjitha gjasat. Pra, nëse do bëjmë protestat pandërprera, njerëzit do vinë, do të flasin darkave, do të kthehen në mbrëmjet e gratë, do të largen në shi, kam përshtypjen që do shkojnë shumë të pandërprera. Nëse do të bëhen të fuqishme, mund duhen 3-4 protesta, 5, po të zarta, ikën Rama. Ikën, më nxirr tjetrin, më nxirr lajmin tjetër mor. Nuk është pikërisht për Rama, por është pak a shumë për Rama. Bangladesh, ish kryeministria Hasina dënohet me vdekje. Për fatin e keq nuk e kanë kapur, se është ka ikur. Ama në atë vend, nëse ti thuhet dënohet me vdekje, ai që do vi mbas, këtë ja mbaj Byça që të bëj padrejtësi për popullin e vet. Se këtu faktikisht këta ishin autokrat, kurse në Shqipëri është ndërtuar një oligarki për interesa të huaja jashtë Shqipërisë. Dhe Edi Rama është satrap i kësaj oligarkie, kësaj perandorie. E ka vendosur këtu që
vazhdon administron pronat e të tjerëve që Shqipëria jonë, ose ishe jona, na dëbon ne, e zbraz vëndin nga ne për interesat e tyre. Natyrisht, edhe ai duhet të ketë një dënim të tillë, jo ta vrasim me gur, po ta vendosim, rikthejmë në kod penal, tradhtin, dhe ta dënojmë kështu, me vdekje. Letiki, por ai që do vim brapa duhet ta di që në rast se do të tradhtojë interesat e Shqipërisë, mundet vërtet shkojë diku në një gjotina, skuadër pushkatimi si shkoi Ceausescu, se Shqipëri u bë shumë butë, ne jemi opozitar për vëllezër, kështu shkuam ne dhe shumë dap, edhe arriti Shqipëria në këtë vend ku është, se ne jemi pajësor, ne jemi të ëmbël, ne e tjera. Iku Bangladeshi, dalim të sheshi Rama. Kushtetusja të kthej në zyrë Veliajt. Tirana ka nevojë për drejtues liqitim. Shikoni çfarë loje, pra, në 8 shkurt të këtij viti, erdhën këta të Spakut, BKH-s, i vum prangat, as prangat, bile morën, lali este, qeto qet, hyrin makinë, edhe shkojnë në burg, para burgim. Baron, zgjedhjet kaloi kohë, u kujtua Rama, tha do bëjmë zgjedhje për Tiranën. Po, ndodhi Rama Këshillin Bashkiak Tiranës, socialistët shkarkuan Veliajn, u shpallën zgjedhjet, presidenti dekretoi datën e zgjedhjeve, gjykata kushtetuese e kthei, tani Rama thotë, dakor, e ktheu gjykata kushtetuese si kryetar bashkie, ta kthej në zyrë. Është mënyrë cinike për të drejtuar gjykatës kushtetuese, apo ky ishte plani që në fillim? Ky ishte plani që në fillim, pas 6 muajve burg, para burgim, Lali të vazhdoi të kthehet, të vazhdoi jetën dhe të drejtoj Bashkinë e Tiranës. Në qoftë kjo, plan më ugurzi, mua se më ka zënë sytë dhe veshët. Dhe për këtë, ndoshta, meriton një varg protestash popullore, jo partijake, popullore të mëdha, në rrëzim të këtij regjimi. Çfarë them unë? Apo do të them tjetër, ma nxirr pak tjetrën, se jemi te aksioni masiv ku Rama është duke liruar hapësirat publike. Rama vjojnë punën. Pra ka qenë korri ky, po liron hapësirat publike. Pyetja është, në qoftë se janë zaptuar hapësirat publike, për çdo hapësirë publike të zaptuar, duhet të shkojë tek Lali në burg inspektori gjithçkaje, IMT-s, inspektori i rendit, kushdo që e ka lejuar atë ndërtim, përfshi edhe drejtuesit e lartë bashkisë nëse është bërë me fjalën dhe me lejen e tyre. Lirimi i hapësirave publike deri në nëntor, vazhdojnë këto aksione, prishen shtëpi, rrafshojnë miliona lek, por askush nuk bën përgjegjësi, ky çik iqma. Sepse kjo është fytyra e shtetit shqiptar, që nga 1946. Karroca me dokumenta parkohet para SPAK, banorët e Karinës Dukatit kërkojnë drejtësi për pronat, po na mohohet e drejta për të jetuar në tokën e të parëve. Dhe kanë ardhur me një karrocë me dokumenta që i kanë dhe që shteti shqiptar ka thënë qëroni, zhdukuni që nga bregu i detit, se bregu i detit nuk është i juaj. Kjo është sjellja e shtetit me pronat. Shkelje e parimit e të drejtave të njerëzit në kapitujt e parë të Kushtetutës. Me të dyja këmbët, dhe shqiptarët janë të shpronësuar si në 46-ën, dhe vazhdojnë të rrinë të qetë. Vazhdojnë të ngrihen kur i thot partia, jo kur i thot zemra, xhepi dhe interesi familjes së tyre. Çfarë do thot vllai? Ma nxirën çik të tjetrën, mbase u vlen kjo, studimi 70% e gjeneratës Z vuan nga akti financiar. Jo vetëm Z-ja, por edhe me X-leja dhe gjeneratat e tjera ju betojmë që nga i njëjti akt vuajnë. Mama ime nuk e di se ç'gjenerat është, merr 150.000 lek në muaj, do thot me 5.000 lek të vjetra, duhet nxjerrë ditën. Po mos ishin disa ndihma të tjera, si vështirë miq, sepse ja 80.000 lek i shkojnë vetëm ilaçet. Fut ujë dhe drita, shtete gjithë mirat, kusuri duhet të hante vetëm bukë e dhall. Shqyr që jemi ne, që na dhëm neve gjeneratës XL dhe Z-ja pa gjumë. Se si të bëj nese. E pat ndeshën brëma, luante
Kuksi, do më thënë, Shqipëria kundër Kuksit, ma nëzirë pak të lutem. Java kulturore britanike festohet në Kukës ditëlindja e mbretit Charles. Ju siguroj që Charlesi nuk ka lindur në Kukës. Dhe nuk ka ardhur ndonjëherë në Kukës. Është e kundërta. Kuksi është pëngullur në Britani. Me kuqe me maç, me të rinj e me pleq. Të gjithë kanë tërhequr njëri tjetrin dhe janë në Britani. Dhe Britania këtë kontribut që ka dhënë Kuksi për zhvillimin e atij vendi, ja ka kthyer, kanë ardhur këtu, kanë bërë javë kulturore në Kukës për ditëlindjen e mbretit Charles. Po, shpopullin do ta quani. Jo, shikoni sa bukur, tani vjen Britania në Kukës. Nuk është popullin. E dua ta mbyll në fund, miqe, mor shok, se si është shkatëruar indi i shoqërisë njerëzore. Në nxirr këtë edhe nuk të kërkoj gjë tjetër, betohem. Hape një full screen. Kisha zvicerane përdorin inteligjencën artificiale për të biseduar në dhomën e rrëfimit me një Jezus digital. Pra, Rama ka shpikur diellën, zviceranët kanë shpikur Krishtin virtual, digital, me inteligjencë artificiale. Ne kemi, unë personalisht, kam folur aq shumë sa nga zënë goja lesh dhe kam rrojtur 3 herë për diellën e cila nuk është njeri. Nuk na përket botës tonë, njerëzve. Njeriu dash ka pikpamje fetare, si krijesë e Zotit, krijesa më e lartë e Zotit. Dhe nga pikpamje biologjike. Është një cikël a logaritmesh, cilët është vënë drejtoj jetën tonë. Tani, Zoti, apo Krishti, apo çfarë të doni, kanë tjetër marrëdhënie me njeriu dhe me shpirtin. Këtu ne kemi të bëjmë me një mashtërim. Një krijim digital me inteligjencë artificiale, pra që Perëndi s'është po s'është asnjëri, të cilës ti shkon në dhomën e rrëfimit dhe i rrëfesh algoritmeve. Ku po shkojmë? Unë s'kam përgjigje. Në moment që hyri dhe në kish kjo gjë, unë e qepa edhe personte, shpresoj ta kem të qepur edhe javën tjetër, nga Zjarr Televizion, nga Armiu Shkurti, kalofshi një natë të qetë, miru ta kofshim.